A e nisi Trump luftën tregtare globale? In a few moments I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Edhe vendet e rajonit janë përfshirë në listën e shteteve ndaj të cilave Trump vendosi tarifa, ndërsa Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi janë vendosur tarifa prej 10%, atësa edhe këto vendi aplikojnë SBA-s për produktet e tyre, situata me vendet e tjera të rajonit është ndryshe. Maqedonia e Veriut do të paguajë tarif prej 33%, Bosnia-Hercegovina 35%, ndërsa Serbia madje 37% për eksportin e produkteve të saj në SBA. Këto tarifa janë më të larta se ato për BE-n 20% dhe pothuajse të barabarta me ato për Kinën 34%, gjë që mund të ketë pasoja serioze për ekonomitë rajonale. Çfarë do të thotë kjo për ekonominë e këtyre vendeve? Edhe pse SBA përbën vetëm 1% të shkëmbimit tregtar të jashtëm të Bosnjë-Hercegovinës, rritja e tarifave do të godasë rënd industrinë e mbrojtjes, e cila eksporton në SBA më shumë se 35 milion euro. Përveç se do të shtrenjtojnë produktet e Bosnjë-Hercegovinës, do të vështirësohet edhe importi i lëndëve të para kyçe, si baruti të cilin Bosnja e merr pikërisht nga SBA, çka mund të zvogëlojë fitimin dhe të çojë në humbjen e vendeve të punës. Një goditje shtesë vjen pas heqjes së privilegjeve të GSP-s në vitin 2020, të cilat mundsonin eksportin pa taksa të 3500 produkteve. Serbia do të përballet me sfida edhe më të mëdha pasi që tarifat e saj janë edhe më të larta. Megjithse sektori i teknologjisë informative dhe komunikimeve, i cili në vitin 2024 ka arritur një eksport prej 1.7 miliard eurosh, deri tani mbetet i paprekur. Industritë e tjera do të pësojnë humbje të mëdha. Industria e specializuar, sektori automobilistik, veçanërisht prodhimi në Kragujevc, si dhe industria e çelikut do të përballen me pengesa të tjera, gjë që do të zvogëlojë konkurrentshmërinë e produkteve serbe dhe potencialisht do të rrezikojë vendet e punës. Taksat mund të ndikojnë edhe në ekonominë e Maqedonisë së Veriut, e cila gjatë vitit të kaluar ka eksportuar kryesisht makina dhe pajisje transporti, si edhe ushqim dhe pije në SBA. Pavarësisht se SBA-ja nuk është partneri kryesor tregtar, këto tarifa paraqesin një goditje të rëndë për industrinë kyç të Bosnjës dhe Serbisë. Negociatat për zbutjen e tyre varen nga marrëdhënie diplomatike, ndërsa kompanitë mund të jenë të detyruara të kërkojnë tregje të reja. Efektet afatgjata në marrëdhëniet tregtare do të shihen me kalimin e kohës.